Është zhvilluar edicioni 4 i maratonës së bebeve në Pogradec, një aktivitet tashmë i kthyer në traditë, i cili rikthehet çdo vit për të sjellë buzëqeshje dhe momente të paharrueshme. Protagonistë të kësaj gare simbolike ishin fëmijët e moshës 1 deri në 3 vjeç, të cilët me hapat e tyre të parë dhuruan spektakël për të pranishmit. Ishte një super sfidë e fëmijëve, sigurisht, por dhe një përgjegjësi nga ana jonë për të gjetur realisht më të mirat. Ishin rreth 60 fëmijë pjesëmarrës, nga të cilët u lauruan të gjithë me medalje, pa diskutim, përfituesit e çdo grup moshe kishte edhe kupa të dedikuara. Prindërit, të emocionuar dhe krenar, ndoqën nga afër çdo hap të kampionëve të tyre të vegjël, duke krijuar një atmosferë plot dashuri, entuziazëm dhe duartrokitje. Jam shumë e lumtur, nga sfida e parë dhe i uroj të jetoj të keq gjithmonë mbarësi. E kënaqur që më fitovi një fitim, Elmenco Gjona, jam e kënaqur që fitovi kupën për herë të parë. Ndjem shumë mirë, jam shumë e lumtur që Tijani fitoi. Po, është edhe paraqesje. Edhe vitin e shkuar kemi qenë fitues përsëri të vendit të parë. Edhe si vjet pra sërish fitues. Ndjemi shumë e lumtur, ishte hera e parë që morëm pjesë dhe jemi shumë të kënaqur. Aktiviteti zhvillohet në kuadër të maratonës ndërkombëtare Enkelana, e cila këtë vit organizohet për të 5. herë në Pogradec, duke mbledhur sportistë nga 40 vende të ndryshme të botës dhe duke shndërruar qytetin në një destinacion të rëndësishëm të sportit dhe turizmit gjatë sezonit veror.